Ministria e Shëndetësisë ka ndarë statistikat e depistimit të problematikave dentare dhe okulistike të fëmijëve në shkolla në kuadër të programit kombëtar të depistimit të shikimit dhe depistimit dentar. Sipas të dhënave për vitin shkollor 2024-2025 janë depistuar 102.201 problematika me shikimin dhe 132.764 nxënës me probleme dentare. Depistimi garanton zbulim të hershëm të problemeve dhe zhvillim më të mirë të fëmijëve. Shkolla Vasil Shanto ka një kabinet shëndetësor që funksionon prej shumë vitesh. Në kabinetin mjekësor ofrohet shërbim shëndetësor i gjithanshëm, ofrohet promocion shëndetësor, i cili zhvillohet në biseda individuale me nxënësit, por ofrohet edhe biseda të përgjithshme nëpër klasa të ndryshme. Jemi në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës, me psikologun, me koordinatorin e karrierës që është në shkollë. Në shkollën Vasil Shanto ka vite që zhvillohet programi kombëtar i depistimit të shikimit dhe ky zhvillohet në klasat e treta, të pesta, të shtata, të nënta. Të bëjmë çdo 2 vjet si program, gjatë periudhës shtator-nëntor, në shkollën Vasil Shanto është bërë depistimi i rreth 538 nxënësve. Nga këto 69 janë rekomanduar për të mjeku specialist. Pas zbulimit të problematikave, fëmijët orientohen drejt mjekëve specialist për kurim.